Tani të lexojmë pak pjesën e reagimit që ka bërë vetë kryeministri Edi Rama. Dhe thotë që 3 konkluzione nga mbledhja e grupit parlamentar pas mos vendimit të gjykatës kushtetuese dhe rivendosjes së pezullimit të ministres nga 1. Funksionet e padelegueshme kushtetuese, nga ai i antarit të qeverisë tek ai presidentit të Republikës dhe jo vetëm, nuk mund të pezullohen kurrësi nga askush duke u nisur nga një emër i përveçëm, sepse pezullimi paralizon funksionin pra institucionin që ai drejton. Pra ka hallin se ngel posti i zëvendës kryeministres pa Belinda Ballukun. Edhe s'ka si t'ia bësh Shqipëria pastaj. Nisur edhe nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese ku të gjithë anëtarët e trupës shfaqen unanim lidhur me problemin por ndahen te rrugëzidhja, grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. Pra është ajo që thatë dhe ju pak më parë që do thërras dhe opozitën dhe të filloj pastaj këto manovrat për ndërhyrë në legjislacionin e reformës drejtësi. Nuk do thras shokun dhe ortakun, po do thras atë që është përballë, armikun. E vetmja palë, pra pika 3, e vetmja palë e përmbushur nga rikthimi i pezullimit rreth SPAK-u që në kushtet e pezullimit mund të vazhdojë krejt qetësisht hetimin përkatës pra ndaj Belinda Ballukut, ndërkohë që deri në adresimin ligjor të zgjidhjes nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën që SPAK-u bëri pas rënies së masës së pezullimit. Pra po i thot SPAK-u që mos u turni me urgjencë ju që të kërkoni se s'bën tani heqjen e imunitetit, po merrni me ngadalë. Dhe ka bërë dhe i shtesë nga ana e tij, domethënë se pikat e mësipërme ishin ato të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, se ato ka dhe mendimin ndrysh aty, e kupton? Pavarësisht se flet vetëm ky. Vazhdo po. SPAK-u po flisë për një parti me parime demokracie. Po ishe ironi pra prandaj se. Prandaj e kuptova dhe pastaj po e kuptova me vonesë. Po mbledh të jem edhe unë naiv, pak, s'kemi edhe të jemi tani shtesa, ne jemi thjesht naiv, e kuptoj thjesht aprovojmë. Tani shtesa e bërë nga ana e kryeministit Edi Rama është pak a shumë kjo. Ku ai shkruan, SPAK-u nuk preket, vetëm mbështetet thotë. Liria dhe e drejta e çdo prokurori për të hetuar çfarëdo qoftë e këdo qoftë nuk preken, vetëm garantohen. Pavarësia kushtetuese e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv gjithashtu nuk preken, vetëm garantohen. Tani duke i marrë në tërësi gjitha këto pika që ka parashtruar vetë kryeministri Edi Rama, çfarë tregojnë në këtë rast? Ka frikë nga njëra anë dhe ka një reagim tjetër që kërkon të ndërhyjë në sistemin e drejtësisë dhe është një sulm ndaj vetë SPAK-u dhe sistemit drejtësisë? Më lexo pak atë të fundit që tha? Për lexoj atë që tha të fundit. Tha për ekzekutivin dhe legislativin. Shtesën që ka bërë nga ana e tij është pak a shumë kjo që thotë SPAK-u nuk preket, vetëm mbështetet, liria dhe e drejta e çdo prokurori për të hetuar çfarëdo qoftë e këdo qoftë nuk preken, vetëm garantohen. Pavarësia kushtetuese e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv gjithashtu nuk preken, vetëm garantohen. Pra kjo është shtesa që është ka bërë. I nderuar, ky është sekreti. Pra, i thot SPAK-ut drejtësisë, edhe të themi diçka, SPAK-u nuk është drejtësia, drejtësia është gjykata, më kupton se këtu çfarë dëgjoj. Dhe i thot ligjvënësi 1 edhe 2 kush ekzekutivi garantohen. Nuk preken, mbrohen dhe fuqizohen. E kupton çfarë do të thotë kjo? Rama po fuqizon pushtetin rreth tij, duke i treguar qartësi SPAK-ut dhe drejtësisë së tij të re, vendosni çfarë do doni, veproni dhe duke thonë në të njëjtën kohë, në të njëjtën mënyrë, ekzekutivin e kam unë, legjislativin e kam unë, sepse nga të dyja anët, unë çfarë kam fituar në mënyrë të paparë në 11 maj. Tani, a quhet fitim?
a quhet vjedhje, unë nuk jam për ta gjykuar. Por unë them faktin konkret që ai është akoma në pushtet. Tani, Rama don t'i tregoj jo vetëm Spakut, por edhe faktorit ndërkombëtar që unë qeveris në këtë vend dhe nuk qeveris në ju. Ju kërkoj ndjes, por marrëdhënia jonë për sa i përket reformës në drejtësi ka mbaruar në 2025. Dhe pse ka mbaruar në 2025? Sepse pikrish nga 2022 deri në 2025 Altin Dumani, kryeprokurori i Spakut, arriti misionin, arriti atë që u desh për Partinë Socialiste sipas porosisë së Asamblesë së Partisë Socialiste, që zoti Meta, zoti Berisha dhe kushdo ishte ai kundërshtar brenda Partisë Socialiste duhet të përdorte manuali i 1945. Pra, zoti Rama ka qenë shumë koherent në atë çfarë kërkonte në atë kohë. Dhe prandaj sot Spaku i thot, forcimi më shumë pushtetit ekzekutiv dhe pushtetit legjislativ, të cilën aktualisht e kam të gjithë unë. Dhe nesër unë midis këty pushteteve nxjerr një ligj dhe them, arrestohet për statistik Altin Dumani, gjyqësori duhet ta zbatoj. Pra nuk kemi më atë që themi kapjen direkte të drejtësisë nga Edi Rama përmes influencës, por kemi të bëjmë me pikrisht atë që themi dhe s'duhet të ishte ndodhur kurrë përmes hapësirës legjislative absolute që Rama të kap çfarë? Drejtësinë. Pra, i nderuar për qytetarë që na ndjekin, ne i themi zoti Rama e ka kapur drejtësinë. Thjesht këto janë lojra, janë filma që ju të thoni është edhe një huaj që ndërhyn. Por Rama e përdor këtë për të thënë që duhet forcojmë edhe më shumë pushtetin e tij. Dhe si bëhet pushteti i tij? Duke vendosur çfarë? Mbrojtjen. Dhe kush është mbrojtja? Ndryshimi pikrisht në nenin 242, që nesër asnjë ministër, kryeministër, president mos të pezullohet. Pra, zoti Rama e din shumë mirë çfarë po bën. Por zoti Rama duhet të priste gjykatën e lartë dhe gjykatën kushtetuese që të veproj në rastin konkret për ndryshime që do të bëj vetë. Po jo të nxitonte të bënte një deklarim të tillë. Besoj që në fund fare ai do ta përpunojë dhe do të thotë që shko, po pres edhe këtë gjykatën tjetër. Ora në këtë rast, cili është halli i Edi Ramës, se njerëzit kërkojnë të dinë se çfarë halli ka Edi Rama që nuk e lëshon dot Belinda Ballukun. I nderuar zonja Balluku nuk lëshohet dot për arsye se është pesh e rëndë. Rama, po sigurisht është pesh e rëndë. Zoti Rama ka bërë bashkëpunim me zonjën Balluku. Dhe bashkëpunimi nënkupton marrëveshje fjalësh. Dhe tek marrëveshjet e fjalës, zoti Rama nuk është në pengmarrje nga zonja Balluku as anasjelltash. Por ajo që duhet kuptoni është kjo. Zonja Balluku është ajo e cila pas 2021 ka mbajtur pothuajse të gjithë përgjegjësinë politike si për Partinë Socialiste ashtu edhe për qeverisjen e vendit, pavarësisht se është qeverisje si në Partinë Socialiste ashtu edhe në qeveri. Por ajo që unë dua të them tek ju është që zoti Rama nuk don të përdor më Republikën e prokurorëve, sepse ka arritur misionin e tij. E falenderoj zotin Dumani se i dha shpatën. Arriti zoti Dumani dhe futi të gjithë në burg që ishte në favor të zotit Rama, dhe sot ju çfarë keni? Zotin Rama të kënaqur edhe i thot nga 1 janari 2026 kryeprokurorit të ri, i cili momentalisht mund të jetë me një manastir ndërkombëtar për të marrë porositë e tjera, për të arritur majën edhe ai, si ky tjetër që arrinti majën me thënjza ndërkohë kërkon bodyguard ta shoqërojnë. Dhe tani këtu duhet kuptoni diçka, që zoti Rama në aspektin politik është shumë koherent me veten e tij, me veten e tij. Çfarë? I thot Belindës, Belind, unë çova deri në fund. Belind, në rast se ty të marrin si
Maduro, se kanë fajin unë. Fajin e ke ti. Unë e zaurova të gjitha ato që kisha mundësi. Tani është përgjegjësia jote të pranosh ndoshkimin. Është përgjegjësia jote të mbash me raport me qytetarët, me votuesit, sikur ajo është politikare, po gjithsesi muhabet tjetër. Përgjegjësi politike, morale. Histori e gjatë kjo. Pra, Rama do bëj aktrim, dhe Rama tek aktrimi është i tillë pse? Sepse qytetarëve shqiptar, Rama me aktrim ja fut fatura, do kupton? Edhe ata qeshin. Edhe pastaj vi fatura. Po çfarë do bëjnë ata? Njëri emigron, tjetri thotë ky vend s'bëhet, ai se pagu fare faturën. Pra, kjo është situata. Dhe ju mos prisni këtu që zoti Rama të vendosë në mënyrë kështu të menjëhershëm, Bela, shnetet mirë, Bela, ciao. No, ciao, nuk ka ciao. Pse? Se kemi qartë të dy bashkë buxhetin e shtetit. Shumë e thjeshtë. I kemi bërë vendit një goditje të madhe financiare. Dhe kur vendi do të jetë drejt një goditje të madhe financiare, jam i bindur që Rama do thotë vëlla, hajdeni tani edhe ju armiqtë e jashtëm të fillojmë edhe të punojmë për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka nevojë për shkak se fajin e Kasaliut. Kupton në cilë situatë jemi. Pra, këtu duhet kuptojmë bashkarisht si shoqëri, Partia Socialiste nuk është në nivelin e dur, sepse është e drejtuar nga njerëz të gabuar. Por në fund fare, zoti Rama do t'ja përcjelli fajin socialistëve. Kjo është akoma më e pandershme. Por ajo është edhe e ndershme nga ana tjetër, sepse socialistët çfarë kanë heshtur, kanë pranuar veprimtaritë kriminale, kanë pranuar që SPAK-u do të jetë ajo që duhet të ishte, po është diçka tjetër që është në favor të Partisë Komuniste, të asaj kohe. Dhe sot Partia Socialiste është partia e cila trashëgon mentalitetin dhe manualet të Partisë së Punës. Pra, socialistët duhet kuptojnë që zoti Rama e lëshon zonjën Balluku sipas procedurave që Partia e Punës bënte ndaj shokëve dhe ortakëve që kishte rreth vetes dhe pastaj i çonte atje ku e din vetë qytetarët shqiptar. Prandaj unë dua t'ju them tek ju që ky është momenti që ne duhet të kuptojmë qartësi që situata në vendin ton është tepër shqetësuese, sepse po rikthehet përsëri ajo që unë ju thash edhe një herë, përsëri problemi i 1946 dhe qytetarët shqiptar duhet të kuptojnë qartësi që Shqipëria do të shkojë në Bashkimin Evropian dhe jo në Bashkimin Sovjetik.